له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Me të vërtet falënderimet i takojnë Allahut, vetëm atë falenderojmë dhe vetëm prej tij ndihmë dhe falje kërkojmë. I lutemi Allahut lartësuar na ruaj nga e keqja e veteve tona dhe nga dëmi i punëve tona të këqija. Atë njeri cilin Allahu i madhëruar e udhëzon në rrugën e drejtë nuk ka kush e humb, dhe atë njeri cilin Allahu i madhëruar e lën në devijim nuk ka kush e udhëzon. Dëshmoj e deklaroj se nuk meriton të adhurohet veç Allahu i vetëm dhe i pashok. Dhe dëshmoj e deklaroj se Muhamedi është rob dhe i dërguari i tij. Paqja dhe bekimet e Allahut qofshin mbi të, mbi familjen e tij të ndershme, mbi shokët e tij besnik dhe mbi çdo që pason rrugën e tyre deri në ditën e fundit. Të nderuar besimtar, prej mëshirës së Allahut lartësuar me robërit e tij është mbas udhëzimit në Islam dhe që u jep atyre dëshirën dhe u jep atyre bindjen dhe besimin se duhet punojnë punë të mira, është që u bën besimtarëve sezone të veçanta për të kryer në to punë të mira, që me pak punë Allahu i lartësuar t'i shpërblej shumë. Sepse ne njerëzit jemi në natyrën tonë, jemi neglizhent, jemi të dobët, harrojmë shpesh dhe kemi nevojë për mëshirën hyjnore, e cila vjen pa ndërprerje dhe zbret mbi ne, që lutim Allahun e lartësuar të na mbulojë me mëshirën e tij. Allahu i lartësuar bën nga këto ditë të mira gjatë vitit, nga këto sezone të mira, në të cilat besimtari këshillohet, nxitet, urdhërohet, punojë nga punët e mira. Dhe Allahu i lartësuar e mbulon atë pastaj me shpërblime për ato punë të mira dhe adhurime të mira që kryhen në këto sezone të veçanta. Të nderuar besimtar, gradat tek Allahu lartësohen. Mirësitë e tij arrihen nëse besimtari i bindet Zotit, e adhuron atë dhe i shton punët e mira bashkë me shpresën që ka që Allahu i lartësuar ta mbajë në besim. Allahu i lartësuar thot në librin e tij: "Dhalika wa man yu'azzim sha'air Allah fa innaha min taqwa al-qulub." Kjo thot e ta dini se kushdo i cili i madhëron, ka madhërim në zemrën e tij për dispozitat e Allahut, ta di se kjo është prej devotshmërisë së zemrave. Pra, prej devotshmërisë që gjendet në zemrën e njeriut, është që i pret këto sezone dhe ka dëshirën të shfrytëzojë ato. Ndërsa kur vinë, kalojnë në jetën e tij dhe shkojnë pa bërë në jetën e tij ndonjë ndryshim, kjo tregon se devotshmëria është në grada të ulta. Lutim Zotin na i forcojë besimin tonë në zemra dhe të na bëjë besimtar të mirë. Të nderuar besimtar, nga punët e mira dhe adhurimet më madhështore që Allahu i lartësuar ka obliguar për besimtarët është edhe kurbani. Është edhe kurbani. Dhe siç ne shikojmë, të gjithë popujt, të gjitha fetë kanë mënyrat e tyre të flijimit, kanë mënyrat e tyre të kurbanit. Edhe ata që janë në idhujtari, edhe ata që janë paganizëm, shkojnë dhe therin dhe flijojnë dhe ofrojnë kurbane për zotat e tyre. Dhe ne si musliman, këte e kemi nga adhurimet më të veçanta që e bëjmë për Allahun e lartësuar. Kurbani në Islam ka një veçori të madhe. Është i veçantë dhe ka rëndësi dhe është nga ato adhurime me cilat besimtari afrohet më shumë tek Allahu i lartësuar. Është rruga e Ibrahimit alayhis salam. I pari që e ka bërë, që na i ka lënë ne si zakon, është Ibrahimi alayhis salam, edhe pse ka ekzistuar para tij. Por Allahu i lartësuar në këtë formë, në këto mënyra, e urdhëroi Ibrahimin alayhis salam që të flijojë birin e tij, dhe kur ai u bind, Allahu i lartësuar, Allahu këtë donte prej tij, që Ibrahimi të ishte i bindur dhe i përulur ndaj urdhrave të Allahut. Allahu i lartësuar ia zvendësoi atë me një dash. Dhe që nga koha e Ibrahimit alayhis salam, ngeli ky një zakon që e bëjnë muslimanët. E kanë bërë muslimanët gjithmonë, dhe sidomos pasuesit e profetit Muhammed sallallahu alaihi wasallam. E vetë profeti alaihi salam ka therrur kurban për vete dhe për familjen e tij,
për vite të tëra kur ishte në Medinë. Kur ishte në Medinë, vit për vit, therte kurban për vete dhe familjen e tij, dhe jo vetëm, por edhe për muslimanët të cilët nuk kanë mundësi që ta kryejnë këtë obligim. Thot Enesi radiallahu anhu, theri profeti sallallahu alaihi wasallam 2 kurbane të bardhë me brirë. Disa dietarë kanë thënë se shprehja të bardhë, kjo shprehje emlehajn, vjen edhe për ata që janë të bardhë por kanë rrath të zi në sytë e tyre dhe në hundën e tyre. Ishin me brirë, thot, të mëdhenj. Profeti sallallahu alaihi wasallam i theri ato, thot, me dorën e tij dhe tha bismillah, Allahu akbar. Kështu thuhet kur theret kurbani. Kur theret kurbani, thuhet bismillah, Allahu akbar. Vetëm kaq, pra nuk thuhet bismillahirrahmanirrahim, por bismillah, Allahu akbar. Thot dhe vendosi, thot, këmbën e tij, pra gjurin e tij të djathtë mbi qafën e bagëtisë dhe e theri atë. Dhe hadithi ishte tek Buhari dhe Muslimi. Dhe kështu kanë bërë edhe sahabët mbas tij, duke ndjekur rrugën e tij dhe sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam. Thot Ata ibn Yasar, Allahu mëshiro, thot e kam pyetur Abu Ejub el-Ansarin radiallahu anhu se si e bënte kurbanin profetit sallallahu alaihi wasallam. Më tregon dhe thot, në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam therte, pra si bëni ti kurbanin në kohën e profetit sallallahu alaihi wasallam, thot në kohën e profetit alaihi salam, dikush nga ne, thot, therte kurbanin e tij, thot, për vete dhe për familjen e tij, për vete dhe për familjen e tij, dhe prej tij, thot, ushqeheshin vet, shpërndanin dhe u jepnin edhe të tjerëve. Pra kështu ka qenë suneti i sahabëve, e hadithi ishte Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani. Nderuar besimtar, kurbani është një adhurim si ashtu edhe adhurimet e tjera që nuk pranohet veçse nëse bëhet për hir të Allahut. Veçse nëse theret për Allahun, bëhet për hir të tij dhe sipas sunetit të profetit sallallahu alaihi wasallam, dhe këto janë 2 kushte që duhet i plotësojë çdo adhurim, çdo ibadet që ne bëjmë, është që e para të bëhet për hir të Allahut, për asgjë tjetër veç tij, për askënd tjetër veç tij, dhe e dyta të jetë në përputhje me traditën profetike, me sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam, siç ai e ka vepruar dhe e ka shpjeguar. Dhe nuk është kurbani i sakt nëse nuk është sipas kushteve që janë sqaruar në sunetin e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe nëse nuk plotëson ato veçori të cilat janë sqaruar. Përndryshe, ai nuk konsiderohet kurban dhe nuk bën për të therrur. E para është që kurbani bëhet nga bagtit. Bëhet nga bagtit. Pra nuk bëhet nga ato të cilat quhen shpend. Nuk bëhet prej tyre. Nuk bëhet me peshqit, bëhet nga bagtit. Dhe janë përcaktuar kategoritë dhe kushtet dhe mosha që duhet ketë secila prej tyre. E Allahu i lartësuar këtë e ka bërë në çdo popull që të kenë ata vendin ku therin kurbanin, përcaktuar dhe mënyrën e therjes edhe bagtit që therren. Siç thot Allahu i lartësuar, "Wa likulli ummatin ja'alna mansakan liyadhkuru ismallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am." Thot çdo populli, ne i kemi bërë një vend për therjen e kurbanit, i kemi përcaktuar vende për therjen e kurbanit dhe për adhurimin e Zotit, që ta kujtojnë Allahun në të dhe ta falenderojnë që ai i ka furnizuar me këto bagti. Dhe këto bagti, nderuar besimtar, të cilat lejohet të bëhen kurban, janë devet, lopët dhe bagtit e imta. Asnjë lloj bagtie tjetër nuk bën që të bëhet kurban. Asnjë gjallës tjetër nuk bën që të bëhet kurban. Devet, lopët dhe bagtit e imta. Dhe nga kushtet që kanë këto bagti është që të kenë arritur moshën për të cilën lejohet të bëhet kurban. Para kësaj moshe nuk lejohet. Dhe mosha e lejuar është tek devet 5 vjeçë, tek lopët të ketë kaluar 2 vjeçë, pra 2 vite, tek dhit të ketë kaluar 1 vit
Edhe tek delet këtë kaluar 6 muaj. Pra qengjit këtë kaluar 6 muaj e më sipër. Pra nëse nuk e plotëson këtë kusht, nuk është i sakt kurbani. Dhe do të bëjmë kujdes këtë vit, sepse është e vështirë të gjesh qengja të këtij viti që kanë mbushur moshën 6 mujore. Prandaj mos u mashtroni nga kasapët, të cilët nuk e din rëndësinë e të mbushurit të kurbanit 6 muaj apo plotësimit kushteve të kurbanit. Mos u mashtroni prej tyre, por bëni kujdes te kurbani që bëni, që ti plotësoj të gjitha kushtet dhe të jetë sa më i saktë. Të nderuar besimtar, gjithashtu nga kushtet është të mos ketë mangësi kurbani, të mos ketë problematika, cene. Kurbani të jetë sa më i plot dhe sa më i saktë. I ka përmend profeti alayhi salam duke përmbledhur në një hadith cenet, problematikat me të cilat nuk lejohet që të bëhet një kurban. Bara ibn Azib radiallahu anhu transmeton dhe thot ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam 4 problematika te kurbani e bëjnë atë të papërshtatshëm, të palejuar që të bëhet kurban. Thot ajo që është e verbër thot në njërin sy të saj. Ajo që është e sëmur dhe duket qartë sëmundja e saj. Ajo që është e qalë dhe duket qartë që qalon, dhe ajo që është e vjetër shumë, që nuk i ka mbetur më tru, pra nuk dallon se me çfarë ushqehet. Pra duken ato që janë të cilat janë të vjetra shumë, dhe as orientohen dhe as ushqehen sakt. Dhe hadithi ishte Imam Ahmedi dhe sakson Sheikh Albani. Pra këto 4 cilësi nderuar besimtar janë bazë, por jo vetëm këto. Çdo lloj ceni dhe mangësie që ngjason me këto, apo është më e madhe se këto, e bën bagëtin të papërshtatshme dhe të papranueshme për kurban. Për shembull, nëse ajo është e verbër nga 2 syt, dhe nëse është e plot në trupin e saj, sepse në hadith është përmendur e verbër nga njëri sy. Por nëse është e verbër nga 2 syt, automatikisht aq më keq nuk bëhet kurban dhe nuk lejohet pra që të theret për këtë çështje. Nderuar besimtar, është kusht që të theret në kohën e duhur kurbani, sepse njerëzit edhe pse e respektojnë këtë dispozit, edhe popullimin e respekton, dhe njerëzit në përgjithësi bëjnë kurban, edhe pse nuk kanë dije dhe informacion për fen, kurbanin e bëjnë. Problemi është se kushtet nuk i plotësojnë, ashtu siç nuk respektojnë kohën e të bërit kurban. Prandaj dëgjojmë se kasapët dhe njerëzit fillojnë me therjen e kurbanëve që në natën e Bajramit, pra një natë para se të vi dita e Bajramit. E therin ta kenë gati për nesërmen, apo që kur ngrihen në sabah, therin kurbanët. Kasapët nuk duhet merren për bazë, nuk e marrin fen prej tyre. Ata që se kanë frikë Zotin e fillojnë që ndarë dhe u bëjnë gati njerëzve bagëtit. Nuk e dinë rëndësinë e kësaj. Ndërsa muslimani duhet interesohet për kurbanin e tij. Nuk lejohet të theret kurbani që është për adhurim nëse nuk është falur namazi i Bajramit. Namazi i Bajramit. Dhe namazi i Bajramit falet pasi ka lindur dielli dhe kanë kaluar ndoshta 1 orë mbas lindjes diellit. Falet Bajrami, pastaj mbas kësaj lejohet që të theret kurbani dhe vazhdon deri në ditën 4 ditë. Dita e Bajramit dhe 3 ditë të shrikut. Pra në rastin ton i bie nga dita e Xuma, mbas orës 8 deri në ditën e hënë para se të perëndojë dielli. Janë 4 ditë në të cilat lejohet të theret kurban. E nëse njeriu nuk ka mundësi ditën e parë, edhe jepet mundësia ditën e 2 apo 3 apo 4, apo bindet, pendohet, edhe pse ka pas mundësinë, thot ta bëjë një kurban për hir të Allahut, e bën ato ditë, apo edhe nëse ka bërë ditën e parë, por do të shtojë ditët e tjera kurbane për hir të Allahut të shpërndaj, ka mundësi deri ditën e 4 pa perënduar dielli që të therë kurban. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, kush therë para namazit të Bajramit, i tilli thot e ka therur për veten e tij. Është mish, nuk është kurban. Thjesht e ke therur që të ushqesh me të.
ndërsa kush e therr mbas namazit të bajramit, i tillë thot ja ka qelluar rregullave të kurbanit dhe sunetit të muslimanëve, pra zakonit dhe adhurimit të tyre, dhe hadithi është tek Buhari dhe Muslim. Pëlqehet për atë i cili therr kurban që ta therr me dorën e tij, nëse ka mundësi për këtë. E nëse nuk ka mundësi, pëlqehet që të ngarkojë dikë tjetër prej muslimanëve, të cilët din nga rregullat e therrjes, dhe ta dëshmojë me sytë e tij nëse ka mundësi, të jetë aty prezant. Por edhe nëse nuk ka mundësi, pastaj lejohet që të ngarkojë dikë edhe në mungesë. Dhe nuk duhet t'i japësh kasapit shpërblim prej kurbanit tënd. Nuk duhet t'i japësh kasapit shpërblim prej kurbanit tënd. Ti lësh lëkurën si shpërblim që e theri, ti lësh një pjesë të mishit si shpërblim që e theri, nuk duhet nga kurbani t'i japësh kasapit. Nuk lejohet kjo gjë. Pra si çmim për therrjen që ka bërë. Por nëse kasapi është nga të varfrit, nga ata që meritojnë që të marrin prej kurbanit, atëherë mund t'i japësh një pjesë prej kurbanit dhe nuk ka problem për këtë, por jo si çmim për shërbimin që ka bërë. Profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë, si thot Aliu radiallahu anhu, më urdhroi profeti sallallahu alaihi wasallam që unë thot të menaxhoja kurbanet, të bëja kurbanet dhe t'i menaxhoja ato dhe atyre që i kishin therrur kasapëve të mos u jepja pjesë prej kurbanëve, pra gjithmonë nëse ata nuk janë nevojtarë. Dhe hadithi është tek Buhari dhe Muslim. Pëlqehet për atë që pret kurbanin që të hajë nga kurbani i tij. Dhe gjithashtu të jap sadaka dhe gjithashtu të dhurojë. Ka një dallim mes dhuratës, e cila u jepet edhe njerëzve të pasur, dhe mes sadakas u jepet njerëzve të varfër. Allah i lartësuar thot në librin e tij, "Fakulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar", pra ju hani prej kurbanit tuaj dhe jepuni edhe atyre të cilët janë nevojtarë. Alqama, Allahu mëshiroft, thot Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu më dha një kurban. Dhe më urdhëroi thot që kur ta therja të jepja sadaka thot 1/3, të haja 1/3 dhe t'i dërgoja shtëpisë së vllajit tim Utbes thot 1/3. Thot Imam Ahmedi, Allah mëshiroft, prandaj ne mendojmë thot dhe kemi zgjedhur këtë si mendim, këtë që ka pas mendim edhe Abdullah ibn Mas'udi radiallahu anhu, që njeriu thot ha 1/3 e kurbanit, u jep të varfërve 1/3 e tij dhe dhuron 1/3 e tij. E kjo nderor besimtar nuk është e thënë që kurbani të jetë ndarë në pjesë barabartë. Mund ta ndash më shumë se kaq, edhe të rezervosh dhe të mbash mënjan për ditët në vazhdim për vete. Nuk ka problem. Por e mira është të japësh edhe dhurat, të japësh edhe sadaka dhe të hash prej kurbanit tënd. Dhe profeti alayhi salam ditën e bajramit të kurbanit nuk hante diçka mëngjes derisa kthehej dhe hante nga kurbani i tij. Të nderuar besimtar, duhet ta dimë se ne me kurbanet që bëjmë afrohemi tek Allahu i lartësuar. Pra jemi duke bërë një adhurim. Nuk është një zakon, nuk është një rutinë e cila nuk ka kuptim, por është një adhurim për Allahun e lartësuar. Dhe adhurimi duhet bëhet në formën dhe mënyrën më të mirë, më të plotë. Allahu i lartësuar thot në librin e tij, "La yanala Allahu luhumuha wala dima'uha". Thot nuk i harin Allahut as mishi i këtyre baktive, as gjaku i këtyre baktive. Do më thënë që nuk është qëllimi vetëm therrja e tyre. Në mënyrë që njeriu të mos e shikojë këtë si një adhurim, duhet në këtë adhurim e para që të bëhet me zemër të mirë, të çliruar. Do më thënë që njeriu e bën atë me bindje, me dëshirë, sepse e ka një obligim ndaj Zotit, nëse ka mundësi. E dyta e bën me sinqeritet për Allahun e lartësuar. Për asgjë tjetër. Jo që njerëzit të marrin vesh që preve kurban dhe zgjodhe një kurban të madh. Jo që të lëvdohesh, të dëgjojnë për ty, jo që të kërkosh falënderimin e të varfërve duke u dhënë,
Ky kurban duhet bërë i sinqert për hir të Allahut, me përullësi për Allahun e lartësuar. Prandaj Allahu i lartësuar thotë: "Walaki yanaluhu at-taqwa minkum." Allahu t'i arrin devotshmëria, devocioni juaj. Sa i devotshëm jeni, sa i gatshëm jeni, sa i çliruar e ke bërë kurbanin duke qenë në zemrën tënde, duke thënë Allahu për hir të Allahut, i cili i ka dhënë. Ky është falënderim për Allahun për mirësinë që na ka dhënë. Të therrësh për hir të Allahut me zemër të mirë dhe të japësh për hir të Allahut me zemër të mirë. Kështu nderuar besimtar, të mos e konsiderojmë kurbanin thjesht një zakon, por ta dimë se është nga adhurimet madhështore dhe të mos bëhet si një veprim pa shpirt, si një trup pa shpirt, por të bëhet me shpirt, me dëshirë dhe me emocion kurbani i asaj dite. Lutim Allahun e lartësuar na bëj ta mësojmë fenë dhe ta zbatojmë atë në mënyrën e duhur. Sallallahu alaihi wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin wa afdalus salatu wa tamu taslima ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nderuar besimtar, veç kurbanit një përkujtim për ditën e Arafatit, e cila është nga ditët më të mira të këtyre 10 ditëve, nga ditët më të veçanta, që Allahu i lartësuar e ka veçuar me mirësi ndryshe nga ditët e tjera. Dhe është një ditë në cilën Allahu i lartësuar i përfshin besimtarët në mëshirën e tij, i mbulon me mëshirën e tij dhe u falet atyre gjunahet dhe gjithashtu u fal ato. Allahu i lartësuar në ditën e Arafatit i fal besimtarët, madje konsiderohet dita ku Allahu i lartësuar toleron dhe fal më shumë besimtarë se çdo herë tjetër. Siç thot Aisha radhiyallahu anha, se ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, nuk ka ditë që Allahu i lartësuar çliron më shumë robër nga zjarri. Pra, i fal, i toleron, i shkruan që zjarri nuk ka për t'i prekur, se sa ditë e Arafatit. Thot ai afrohet në qiellin e dynjas në Arafat dhe pasi u lëvdohet me lajkeve, u thot për çfarë kanë ardhur këta. Për çfarë kanë ardhur këta. Dhe mëshira e Allahut lartësuar në këtë ditë nuk është vetëm për ata që janë në haxh, por është për të gjithë njerëzit të cilët shpresojnë mëshirën e tij në këtë ditë. Hadithi është tek Muslimi. Dhe të nderuar besimtar, është përmendur dita e Arafatit edhe në Kur'an. Allahu i lartësuar thotë në librin e tij në surën Buruj: "Was-sama'i dhatil buruj, wal-yawmil maw'ud, wa shahidin wa mashhud." Betohem me qiellin e mbushur me yje, thotë Allahu i lartësuar, dhe në ditën e premtuar, dhe në atë që dëshmon, dhe në atë që dëshmohet. Ka thënë profeti sallallahu alaihi wasallam, dita e premtuar është dita e gjykimit. Dita e dëshmuar është dita e Arafatit, ndërsa dita që dëshmon është dita e Xhumat. Pra dita e Xhumat dëshmon për ata të cilët kanë qenë prezent dhe e kanë falur Xhuman, ata të cilët kanë marrë pjesë në faljen e Xhumas. Dhe hadithi është tek Tirmidhiu dhe sakson Sheikh Albani. Nderuar besimtar, ata të cilët nuk janë në haxh, lutem Allahu të pranojë haxhin atyre të cilët udhtojnë në këto ditë në cilat jemi udhtojmë për në haxh. Ata që nuk shkojnë në haxh kanë një mundësi që të marrin shpërbime shumë në agjerimin e ditës së Arafatit dhe të falen gjunahet e tyre. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, me agjerimin e ditës së Arafatit, unë shpresoj nga Allahu të më falen gjunahet e vitit kaluar dhe gjunahet e vitit të ardhshëm, dhe hadithi është tek Muslimi. Pra ka shumë shpërblim nëse ne agjerojmë ditën e Arafatit, e cila është ditën e enjte. Nëse agjerojmë, dhe agjerimi dihet që është të largohesh nga të ngrënët, nga të pirët dhe nga marrëdhëniet intime, që nga lindja e agimit deri në perëndimin e diellit. Pra ditën e enjte të paktën të mos e lëm, edhe pse agjerimi pëlqet në këtë ditë, sa më shumë kesh mundësi deri ditën e enjte, por nëse nuk kemi mundësi, të paktën atë ditë të mos e lëm pa agjeruar dhe të shpresojmë nga Allahu i lartësuar të na i falë gjunahet tona dhe të na forcojë besimin në zemrën tonë. Nderuar besimtar, besimi ynë ka nevojë për ushqim, ka nevojë që ne ta mbajmë gjallë.
Përndryshe ai dobësohet. Është si një dritë që dobësohet derisa venitet dhe fiket. Prandaj besimtari duhet ta mbajë gjallë, duhet ta ushqejë besimin e tij. Dhe ushqimi i besimit janë punët e mira. Është dija dhe punët e mira. Prandaj, sa herë që vijnë këto sezone, të cilat janë sezonet mëshirës së Allahut, ne duhet të ekspozohemi aty. Pra mëshirës së Allahut të ekspozohemi në mënyrë që të na mbulojë. Prandaj të mos i lëm punët e mira në këto ditë, dhe të lutemi Allahut të lartësuar që të na forcojë zemrat tona në rrugën e tij. Allahu i lartësuar të na bëjë besimtar të mirë deri në vdekje, në mënyrë që kur dalim para Zotit gjithësisë të nderohemi, sepse nuk është gjithçka kjo jetë, por mbasaj vazhdon jeta dhe kemi për të dalë para Zotit për të llogari se si kemi jetuar. Ndaj lutim Zotin na nderojë në këtë jetë dhe në botën tjetër. Wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa aqimus salam.